me tentu me e zhblloku situatën, është fatkeqësi që ashtu ndodh, mirë po që ashtu qysh e dim, i takon të parit me zgjidh me dalë për kësaj bllokade, kështu që po presim. Cilat janë parashikimet e juaja? Mundet me zgjatë edhe po kaq apo cilat sa mundet me qenë afati që mundet me shku më shumë përtej kësaj që më mbledh çdo 28 pa një rezultat? Ashtu që dim, kryeministri i Kosovës, kryeministri në detyrë, është deklaruar që nuk ka interes populli edhe nuk ka interes, nuk është çështje me interes për me u zgjidh. Kështu përderisa e kemi një kryeministër i cili e ka një mendësi të tillë, nuk besoj shumë në një zhbllokim të shpejtë kësaj situate. Ju duket pak jo serioze si situatë, dihet meqense si deputet për herë të parë, me siguri keni paramenduar një përgjegjësi shumë të lartë dhe mbase pak më shumë burokraci si do të shkojë në kuvend. Si ju ka ndruar kjo përshtypje tash si deputet? Absolutisht, ne sot do të duhet të ishim këtu duke ngritur çështje të cilat i preokupojnë qytetarët dhe të cilat ndikojnë jetën e qytetarëve, jo duke u marrë me seancat e Avnet Deharit, votimi mshat, votimi hapun, kështu që natyrisht që komplet krejt diçka tjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe pligu. Zërverisha është fiks seanca vazhdimi kur janë bërë fiks 2 muaj që nga kur ka nisur hera e parë, tentimi i parë për ta konstituar kuvendin, cili ka qenë parashikimi juaj fillestar, që do të shkonte ka gjatë apo do të përfundohej më herët? Asnjëri s'e ka menduar që do të jetë kaq gjatë, e kaq e pakuptim. Domethënë jemi në një situatë ku veç po shifen në çfarë situatë është bota, ndërsa ne merremi me konstituimin e kuvendit. Kjo është goxha e padrejtë dhe vërtet nuk po ndihemi mirë. Nuk besoj që ka deputet. Tash s'po flas për të tjerë, po unë nuk ndihem mirë në këtë situatë që jam. Më ju thon drejt, si duket partive të mëdha po ju konvenon kjo situatë, edhe kështu është gjendja. Zoti Berisha, keni pasur takime të reja me ndonjë prej partive? Jo, me asnjë. Domethënë ka 2 muaj, domethënë prej kohës kur ne kemi filluar diskutimet e para, ama nuk ka pas ndonjë takim. Edhe si duket për momentin nuk ka qëndrim, nuk ka interesim për me vazhduar. As ndonjë përpjekje? Absolutisht. Kryetari PDK-s është shfaqur i sigurt që mund të siguroj votat e një shumice të deputetëve që vinë nga partitë e radhave jo shumicë. Si deputet i Partisë Liberale Egjiptiane, secili mandatar që i siguron 60 e ka dhe votin time, vetëm për interes shtetit, edhe nuk jam bllokues. Domethënë, le të siguron secili dhe të ecin para sepse kjo vërtet nuk ka asnjë kuptim. Përkrahni që vini unitetit të çdo gjë që është e mirë për vendin, unë e përkraj vetëm ec përpara, sepse vërtet në situatë besoj secili po e dim, kjo është bërë veç rutinë e deklarimeve, po mendoj që çka është mjaft. Faleminderit juve. Kandidatin për zyrë parlamentar nominuar me se propozon vetëvendosje. Shikoni dhe ju vetë propozoni që disa muaj po mirëm në këtë problematikë. Kështu që kur vjen koha flasim. Keni vijat kushte në përkrahjen e një qeverie të udhëhequr nga partitë ish opozitare? Vetëm parimet. Vije kushte nuk parimet sa i përket bashkëpunimin eventual.